Presidenti Amerikan Donald Trump thë se është arritur një marrëveshje kornizë për të ndaluar luftimet në lindjen e mesme për rihapjen e ngushticës Hormuzit e për të dhënë fund bllokadës amerikane ndaj porteve iraniane. Marrëveshja me Republikën Islamike të Iranit është tani e kompletuar, shkroi Trump në Truth Social, duke njoftuar për arritjen e marrëveshjes të dielën vonë. Kjo marrëveshje do të hapë një periudhë 60 ditore për të mundësuar bisedime për një marrëveshje më të hollësishme për paqen mes Washingtonit dhe Teheranit. Kryeministri i Pakistanit Shehbaz Sharif, vendi i të cilit ka vepruar si ndërmjetës mes Washingtonit dhe Teheranit, konfirmoi se është arritur marrëveshja për paqe dhe se ceremonia e nënshkrimit është planifikuar të mbahet më 19 qershor në Zvicër. Edhe Irani e konfirmoi arritjen e marrëveshjes. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit, Kazem Garibabadi, tha të hënën se është shpallur përfundimi i përhershëm dhe i menjëhershëm i luftës në të gjitha frontet, përfshirë Libanin. Ai shtoi se ngushtica e Hormuzit do të rihapet më 19 qershor pas nënshkrimit zyrtar të marrëveshjes. Nëse marrëveshja përfundimtare nënshkruhet vërtet, ajo do të përbëjë hapjen më të madh drejt përfundimit të konfliktit në lindjen e mesme, që shpërtheu më 28 shkurt, kur SBA dhe Izraeli nisën sulmet ajrore kundër Iranit. Kjo marrëveshje e madhe do të sjellë paqe dhe siguri në të gjithë rajonin, shkroi Trump në Truth Social. Me hapjen e ngushticës pas nënshkrimit të marrëveshjes të premten, me qëllim që të pastrohen minat, nafta do të rrjedhë sërish në të dyja drejtimet për rajonin dhe botën, shtoi ai. Agjencia shtetërore iraniane e lajmeve Mehr publikoi ato që tha se janë hollësitë e memorandumit të mirëkuptimit me 14 pika, duke thënë se ai parashikon bisedime për çështjen bërthamore dhe heqjen e plotë të sanksioneve ndaj Teheranit. Trump ka theksuar se thelbi i marrëveshjes gjithëpërfshirëse për paqe do të jetë garantimi se Irani nuk do të zhvillojë kurrë një armë bërthamore dhe se ngushtica e Hormuzit do të mbetet e hapur për qarkullimin e lirë të anijeve.